Miqtë News, përshëndetje. Në vijim do të qëndrojmë së bashku, do të përcjellim patjetër informacionin më të fundit, siç bëjmë nga ana në të premte do të ndjekim edhe gjithçka do të ndodhë në kohë reale. Ish shefi i policisë Nazmi Shuli gjatë fjalës së tij në gjyq ka përgënjeshtruar deklarimet e të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani. Sipas deklarimeve të mëparshme të Dumanit, Shuli ka marrë një armë zjarri poshtë mbi kalimit pas vrasjes Elvis Dedjas. I pyetur nëse ka marrë një armë poshtë mbi kalimit ku ndodhi vrasja, ai tha se jo dhe se është zbatuesi i ligjit. Ai shtoi se nuk ka lidhje me të tilla gjëra. Ish polici ka theksuar se festimin dhe Petrit Qorin i njeh. Në qershor 2012 kam qenë i punësuar në qarkun e Elbasanit, thot ai, pjesë e policisë së shtetit. Festimin dhe Petrit Qorin i kam njerëzit e mi dhe kam komunikuar në telefon me to. Numrin e telefonit që nga 2012 e kam ndryshuar. Festim Qoli ka pasur një karburant, një sallë dasmash dhe market. Te karburanti ka qenë me një ortak tjetër. Unë e kam njohur si Loshi, ortakun e festimit. Ishin shok dhe miq bashk. Pas vrasjes Elvis Dedjas, pas shumë kohësh e kam takuar atë. Nuk tentova ta marr në telefon gjatë asaj periudhe as Petritin. Me festimin bëra biseda normale, ai kishte qenë jashtë shtetit. Nureddin Dumani nuk e njihja vetëm tatin e tij. Pas vrasjes së Fatmira Dedës jam takuar me festimin, nuk më ka shprehur shqetësime për të. Kam qenë shef komisariati në Peqin kohën kur ndodhi vrasja e Elvis Loshit. Në Durrës kam qenë shef komisariati në vitin 2011, ka deklaruar ai në seancën e ditës së sotme.